magjistarët më të rrezikshëm në kohën tonë, të cilët propagandojnë kundër thirrsave në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, kundër fesë Allahut subhanahu wa taala, janë mediat, të cilat janë arma më e fuqishme e tagutave për ta ndalë dritën e Allahut subhanahu wa taala. Wa ya'ba Allahu illa an yutimma nurahu walau kariha al-kafirun. Ama Allahu ka me plotsu dritën e tij edhe pse këtë jo besimtarët nuk e dojnë. Këto janë magjistarët më të rrezikshëm në kohën tonë, të cilët mundohen të ndalin dritën e Allahut subhanahu wa taala, të cilët propagandojnë kundër fesë Allahut subhanahu wa taala. Dhe i kemi ata magjistarët klasik që i përdor shteti, qeveritë të ndryshme, mbretëritë të ndryshme për t'i shpartallu safat e muslimanëve dhe për ta ndalë dritën e Allahut subhanahu wa taala. Sihrun adhim, se i rast në surën Taha tregon Allahu, në surë tjera tregon Allahu kur kanë ardhur te Musa alayhis salam, wa ja'u bi sihrin adhim, kanë ardhur me sihr të madh, wastarhabuhum, edhe në këtë sure Allah thot, dhe ata kur i hedhën shkopit, pejt dhe banën sihr, wastarhabuhum wa ja'u bi sihrin adhim. Ata i trishtu njerëzit. Ata i trishtu njerëzit. Sot mediat kur fillojnë me propagandu për një prej hoxhallarëve që ngrit tauhidin e Allahut lart, propagandojnë aq fëllëçt, aq trishtueshëm, saqë një pjesë e xhamatit trishtohet dhe fillon me u friksu me shku në xhami. E haron hoxhën e vet. Prej frikës dhe trishtimit të cilën e shpërndojnë mediat dhe fjalëve që ata i zgjedhin, bëjnë trishtim të madh. Kjo ka ndodhur më herët, që ka thënë Allahu në Kur'an, kjo ka ndodhur në kohrat tona. Fastarhabuhum wa ja'u bi sihrin adhim. Ata i kanë trishtuar njerëz dhe kanë marrë me sihr të madh. Propagandë të madhe. A e kanë ndalë dritën e Allahut? Ashtu siç nuk kanë pas mundësi ta ndalin dritën e Allahut në ballafaqim me Musa alayhis salam, ata do të dështojnë çdo herë, në çdo vend, për shkak se Allahu ka thënë, dhe Allahu nuk dëshiron diçka tjetër vetëm se ta plotson dritën e Tij subhanahu wa taala.